Deshta me dole edhe pak të Ramazani. Na ka ndodhë shpesh edhe neve, po dhe grave. Ku ta përgatitën gjellën a dishka, habitin e shijojnë. E shijojnë, a ka kërë pa jo. A e prish? Ja, nuk e prish. Nuk e prish, se shijimi bot me majën e gjuhës. Po me majën e gjuhës. Me majën e gjuhës nuk e prish. Edhe runa zë ndonjëherë gjatë fillimeve në ndodhë, sidomos javën e parë. Jo, dhe të mësohëm pak. Desa të mësohëm, pak habitemi, o një got uj, o hom diqka, e qelëm frigën, habitëm një copë djath, apo diqka të njajshme. O, më shta përmen djathin, na shte me pi ujta që shumë. Ashtu është. Do më thonë nëse ndodhë si rezultati harresës, vazhdo agjerimin, sepse në atë qast je i furnizun për i Zotit. Njoni thë i ke oveq, mësë ma qitë nërmen, se të qaj deri në fund. E këta politikanë tonë, se e kanë bon jetë me punu për Kosovë për popull, për në fakt nuk po punojnë. Ajo në gjijet, ama njetën e kanë post mirë. Qore, njeti është me styre dhe Zotit. Neve na duhet të shomi punën e tyre. Zotit thot me Kur'an, thuaj Muhammed, le të punojnë se e shes Zotit, pejgamberi ti edhe besimtarët. Ne duhet jemi të sinqertë me Zotin. Pse mos me punu për këtë vend? Pse gjithë shka duhet jetë mbi baza dhe premisa të materializmit? Ku po jetë idealizmi jonë? Kërkon heq. Ku po jetë patriotizmi jonë? Kur ta shkatrejsh venin tanë. Kur venin të nuk i interesum. Shiko na që thiremi, që dujmë atë dhejun dhe tukën tonë. Ku është gjithë këj bërlok ka që madhë që është duke ngulfat natyren tonë? As ki mundësi me dalë në fush, as ki mundësi me dalë në mal, as ki mundësi me po. Edhe këta lumejnë, cilë ti kemi të pak që Kosova, është e varfme për nga lumejnë, në krasim me shtetin më mëdhej, Shqipëris, i kemi të gjitha të stërmbushura me bërlëg. Pse më rëvla, po të njëjtit njerëz kur dalëm përëndim, e bardë bërlëgun që në automjet, edhe lena të ku duhet me lanë të konta bërlogut, a kur jemi këtë për njëti popull, e gjujmë për i dritareve. Do më thonë neve në edukan vetëm ligji dhe dënimi. E ku është ligji dhe friga respektin për i mëdhnis Allahut e cilin e dha mundësin që nëse të jem zëtë atë dheut. Nëse na nuk i rrimi gati këti atë dheut, për gjerave më elementare që sytë e dikuj thët pse hoxha me full për pasërti në rrugëve të maleve, të ambjenteve, po nëse hoxha nuk flet, atër kush duhet me full? Kush dohet? Duhet me full, me ja u rikujtu njerëzve. O njerëz na kemi përgjësi para Zotit. Zotin e ka dhonë këtu mirësi. A i ne ka mundësu. Prandaj ne duhet të dëshmojmë pastaj edhe ndihmen e lehadëve tonë. Por të njëjtën kohë, ne duhet ta demonstrojmë dhe ta reprezentojmë atë kulturën tonë. Ose do të regjistrojmë faqet e bardha, ose runazet në faqet e zejsa, sepse historia i ka vetëm dy faqe, faqen e bardhë dhe faqen e zejsë, fatkeqësisht. O popull, ka jemi duke shku. Ku po regjistrohemi ne? Ku kemi synim na? Prandaj e shfrytëzoj rastin që ne ta shfrytëzojmë këtë Ramazan për të ngrit intelektualisht, për të ngrit imanisht, për të ngrit shpirtnisht, emocionalisht, edhe të lidhemi më shumë me Zotin. Edhe ta dojmë venin. Po normal. Ta dojmë shtetin. Po normal. Institucione. Gjithçka, çka të lidhet me të mirën e gjithë mbarshme është pjesë edhe manifest i këtij besimi. Ti nuk mundesh me qenë musliman i mirë nëse nuk e ruan rendin dhe rregullin dhe ligjin. Ti nuk mundesh me qenë besimtar i Zotit nëse ti i bën dëm kauzës kombit ton. Ti gjithë ditën hajde falo dhe rrevesh në sejdë me kryen sejdë, runa Zot, je tradhtar i kombit, ose je shërbëtor i drogës, ose je shërbëtor i imoralitetit, ose je shërbys i së keqes, i një shprehje devijante, i një tradhtie kombëtare. Andaj na duhet kemi kujdes këtë drejtim. Mos të miremi me thashë theme. Mos të miremi me intriga, mos të miremi me paragjykime. Thot Zoti në Kur'an, paragjykimi është rana më e madhe që njeriu t'i servohet. Gjithmonë me thashë theme. Ti heutojmë njerëzit, edhe ti paragjykojmë njerëzit. Edhe të njëjtën kohë, sikur ne të gëzohemi për devijimet e njerëzve, sikur ne të hidhërohemi për udhëzimet e tyre. Pse më kështu hoç? Ai që mirët me të hujat i harron të vetat. Duke bajt na gajlen se pulat e kojshis i bojnë vezët më ka dy gogluqa, i kanë thonë, i harran shijen e veve të pulave tua. Kjo është e vërtet. Ma që e përmenem, duhet me do shtetin. Me ka të punon qeveri,
E me ka të punu të tendera të tu, me hangën aj tender, a e prish Ramazanin? Pasha Zotin e madh, as e Ramazani s'ka ta njeri. A përshta duhet me dash edhe shtetin edhe institucionin. Ai i cili nuk e dën, ai nuk e dën as Zotin. Ai, qëre, na mundu me gënyu njëri tjetrin, po Allahu nuk rrehet. Se Allahu të sheh. Allahu e din. Prandaj, ne kemi rastin ideal që t'i kthemi Allahut. Kjo është mundësi e artë, a ke pa, sikur është një panair i një produkti. Në përbot sot balla, edhe Kosova ka panairat e veta, që i servan konsumatorit vetë. Ramazan është panair i mundësive që të fitojmë më letë se sa jashtë ati. Po i njëjti Zot është edhe jashtë Ramazanit. Mirë po na edhe stërvitemi se si duhet jemi rob të dëgjueshëm të Zotit, por edhe të njëjtën kohë si kemi mundësi të përfitojmë që tash dalim në atë klasën tjetër që e përmendëm. Sepse të arriturat tona nuk kanë mundësi të përfundojnë pas stërvitje. Nuk ka mundësi, pa e realizu programin, nuk kena mundësi na me arrit atje ku ja kemi vënu syrin. Hoq, dyqysh nuk pedojmë për njëni tjetën e hoq. Na ka hi një farë gjelozien palës. Pse nuk pedojmë, nuk respektojmë as dë vjetrin? Kjo është munges e besimit. Pastaj, ne jemi të ballafaqu me dy fenomene. Njëtën ku na është zbej besimi shumë, po edhe njerëzillak se kulturës po kena bre. Heq. Në perëndim nuk e kanë besimin tonë, po kanë kulturën. Kulturën e kanë kulturën e qytetarit, e kanë kulturën e njerëzillakut. Të paktën të harrojmë njerëzillakun. E kena emanet për i Zotit. Si sot më kujtohet, para afra 30 vjetë, na po diplomojmë fakultet atje në Medine, edhe ai profesori ku përdo më na e dhuru komisionin e diplomimit, për na viziton një numër, edhe një 3-4 zero. Tha, kjo zerja parë është fillorja, kjo zerja dytë është e mesmja, kjo është fakulteti, kjo, a kanë vlerë këto zero pa një numër? Jo, valla s'kanë vlerë. E përshe? E qka o kjo numër? Kjo numër i tha këto, tha e pasqyron njerëzillakun tuaj. Nëse nuk i njerëzillak, as të kohije imani, as të kohije shqiptaria, as të kohije njerëzia, as të kohije qytetaria, as të kohije profesioni. Profesioni është zanat, kanë thonë hanë e benë. Zanat, për mi pas hije, edhe me pas vlerë, edhe efektshmëri, duhet pa tjetër me pas njerëzillak. E sot, jemi duke rreziku njerëzillakun. Për shkak veprave tona, edhe ma shumë, i gëzohemi fatkeqësive të njerëzve, se sa të arriturave të tyre. Po kjo nuk është iman, po kjo nuk është njerëzi, po kjo nuk është kulturë. O vëlla, kur kjo sale, o vëlla edhe hoxha ka me pa. Pasha Zotin po. Se një ditë unë e kam u sprovu, e kam u ngushtu, e kujt më rëburë kam jetër këtë derën para se me jetër këtë vlau tem.